Bashkia e Shkodrës është kthyer në një pengesë për ndërtimin e një banese për 3 fëmijë jetim në Bërdicë. Shtëpia për fëmijët e mitur do të ndërtohet përmes fondeve të bamirësve të zonës. Teksa nisi ndërtimi i shtëpisë, Bashkia e Shkodrës filloi procedimin dhe vendosjen e gjobës. Pas ndalimit të punimeve, banorët kërkojnë që bashkia të tërhiqet nga ky vendim i padrejtë ndaj familjes Aliaha. Morë me një iniciativë bashkarisht me imamin Kry, me këshillin e xhamisë dhe me komplet fshatin. Morë me një iniciativë si ne t'ju ndërtojmë një shtëpi këtu në jetimave për hir të Zotit, që edhe këta ta gëzojnë jetën e tyre një lloj si moshatarët e tjerë. Mundohen të kenë kushtet të barabartë, mos nihen vetëm, mos nihen të larguar prej shoqënisë, prej moshatarëve të vet. Të vinë të na procedojnë ne komplet si katon. Jo këtë nanë me 3 jetima. Shteti me që e din se ne po kena ba për bamirësi, shteti ta marrin për sipër, t'i nimojnë këta njerëz. Sepse ka tjerë për me nimu. Ne nuk dona me hi me diskutu, ja po ato ndërtuk, ne kena ardhë për një kytë. Që ne t'i lajmë këta jetima me jetu si krejt tjertë. Mos t'i lajmë rrugë male. Jo me ndërprej punimet. Jo me ndërprej punimet. Ju lutem bajnë çmosin, lejohet mu nërtu kja shtëpi. Ne i bojmë thirrje kryetarit bashkisë, si me do këtë rast, në vedi, kja është çështje bamirësie. Nuk ka çështje biznesit e njëna tjetër, si janë du bo pa fund. Banorët vullnetar të zonës janë të vendosur që ta ndjekin këtë çështje deri në fund, edhe përmes protestave, deri në ndërtimin e banesës për nënën me 3 fëmijët e mitur.